Drejtuesi politik i koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha ka votuar në qendrën e votimit numër 13 në Tiranë, i shoqëruar nga vajza e tij Dafina, e cila votoi për herë të parë. Në një prononcim për mediat, Basha ka përçuar një mesazh për qytetarët shqiptar, veçanërisht për të rinjt. Ai ka theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje si një drejtë e çmuar dhe një mundësi për të formuar të ardhmen e vendit. Të gjithë qytetarëve shqiptar e bëjnë një thirrje të drejtohen kutive të votimit për të ushtruar një të drejtë për cilën është luftuar kaq shumë, është sakrifikuar kaq shumë, të drejtën për të zgjedhur me votë qeverinë, parlamentin, deputetët që u përfaqësojnë. E kam këtë ftesë në veçantë për brezin e ri, në këtë ditë shumë të veçantë për mua, kur vajza ime e madhe Dafina voton për herë të parë, i drejtohem brezit të ri, t'ju them që sot keni një të drejtë të çmuar për të ushtruar, dilni nga shtëpitë tuaja, rezervoni pak kohë dhe shkoni votoni për veten tuaj, për të ardhmen tuaj, për vendin tuaj. Besoni te Shqipëria, besoni te vetja juaj, besoni tek ardhmja.